na del fytyra e vërtetë e Edi Ramës. Thotë që unë nuk njoh vendimet. Thotë që unë do të përdor imunitetin për të mbrojtur Lubin, për të mbrojtur lindat e tij, lindën e Akshit dhe lindën e Surrelit. Thotë se ju, o demokrat, o shqiptar, ju kanë vjedhur, do t'ju vjedh, dhe ju s'keni ç'bëni. Ja, këtu po i them nga Lezhë. Po bllokove drejtësinë, fatin e babait tënd shpirtëror Enver Hoxhës do të kesh. Që kur është kriju shteti 5000 vite përpara, ai pushtet është lënë që të gjykoj këta që qeverisin. Dhe po të mos jetë ai, atëherë dalim në një rend parashtetëror. Dalim në një rend mira vjet përpara. Por me mendësinë e tij, ky beson se do mund të shpëtojë për t'ia bërë të qartë dhe njëherë. Ke zero legitimitet. Bëj lobi me shko ku duesh e bëj ç'të duesh. Në këtë tokë s'ke legitimitet.